Qyteti ku ndodhi gjithçka nuk ishte nga ata që përmenden shpesh në guida turistike. Ishte i madh, por pa emër të zhurmshëm. Modern, por me rrugë të vjetra që mbanin erën e lagështisë dhe kujtimeve të harruara. Një qytet ku njerëzit kalonin pra njëri tjetrit çdo ditë pa u parë kurrë në sy, dhe ku historitë më të rëndësishme ndodhin zakonisht pas dyerve të mbyllura, në apartamente me mure të holla dhe dritare që shikonin nga oborret e errëta. Unë jetoja aty prej vitesh, mjaftueshëm gjatë sa të mos isha më i huaj, por kur aq gjatë sa ta quaja shtëpi. Banesa ime ishte në katin e tretë të një ndërtese të vjetër, me shkallë që kërcisnin dhe një ashensor që nuk punonte kurrë. Një vend i zakonshëm, i rregulluar thjesht, pa sende të panevojshme. Nuk kisha grumbulluar shumë gjëra, sepse në një farë mënyre gjithmonë e kisha ndjerë se jeta ime ishte në pritje të diçkaje që ende nuk kishte ndodhur. Atë mbrëmje po kthehesha vonë. Qielli ishte i ulët, i rënd, dhe ajri mbante një lodhje të çuditshme. Rrugët ishin pothuajse bosh, përveç ndonjë makine që kalonte shpejt, sikur donte të largohej sa më shpejt nga ajo ditë. Nuk po mendoja për asgjë të veçantë. Isha në atë gjendjen ku mendimet lëvizin pa formë, pa qëllim. Kur e pash për herë të parë, nuk ishte asgjë dramatike. Ajo ishte ulur në një stol pra një ndërtese administrative, me çantën në prehër dhe shikimin e fiksuar diku përpara. Nuk po qante, nuk po fliste në telefon, nuk po bënte asgjë që ta bënte të dallohej. Dhe megjithatë, kishte diçka në qëndrimin e saj që më bëri të ngadalësoja hapin. Ndoshta ishte mënyra si rinte, si dikush që ishte lodhur duke pritur një përgjigje që nuk po vinte. Ose ndoshta ishte thjesht një ndjesje brendshme. Ajo lloj ndjesie që nuk di ta shpjegosh, por që të bën të ndalesh. Nuk do ta kisha menduar kurrë se ajo mbrëmje do të ishte fillimi i diçkaje që do të më ndryshonte jetën në mënyra që nuk i kisha imagjinuar. Ajo ngriti syt dhe shikimet tona u takuan vetëm për një çast. Nuk ishte një shikim i gjatë, as i ngarkuar. Ishte i drejt për drejt, pothuajse praktik, sikur ajo po vlerësonte diçka në heshtje. Unë vazhdova të ecja, duke menduar se gjithçka kishte mbaruar aty, por pas disa hapash e dëgjova zërin e saj. Më duhet një burr deri nesër. Fjalët ishin të thjeshta, të thata, pa dramatizëm. U ndala dhe u ktheva ngadalë. Ajo ishte ngritur në këmbë, duke më parë drejte në sy. Nuk kishte lutje në zërin e saj, as shaka. Ishte një deklaratë, si të thoshte më duhet një dokument, ose më duhet një adresë. Në ato pak sekonda, mendja ime u mbush me 10 pyetje, por asnjëra nuk doli nga goja. Njerëzit nuk i thon gjëra të tilla të panjohurve pa arsye. Dhe ajo arsye, çfarëdo që të ishte, duke e rënd. Atëherë, i thash pas një pauze të shkurtër, do të duhet të vish të jetosh tek unë. Fjalët më dolën më natyrshëm se ç'duhej. Nuk ishte një ofertë romantike, as një provokim. Ishte një përfundim logjik, i ftohtë, pothuajse absurd në thjeshtësinë e tij. Ajo nuk u habi. Kjo ishte ajo që më tronditi më shumë. Thjesht më vështroi për disa sekonda, sikur po peshonte rrezikun, pasojat, mundësitë. Pastaj uli syt për një moment dhe i ngriti sërish. Mirë, tha. Asnjë fjalë më shumë. Rrugës drejt apartamentit tim, ecëm pranë njëri tjetrit pa folur. Qyteti duke ndryshe tani, më i heshtur, më i vëmendshëm, sikur po dëgjonte çdo hap tonin. Në mendjen time, pyetjet vazhdonin të shtoheshin. Por diçka më thoshte se nuk ishte koha për t'i bërë. Kur hym në ndërtesë, ajo ndaloi për një çast, sikur po pyeste veten nëse duhet të vazhdonte. Pastaj u fut brenda pa kthyer kokën pas. Në atë moment ende nuk e dija emrin e saj. As arsyen pse i duhej një burr deri nesër. As se çfarë po fuste në jetën time me atë vendim të shpejt. Dija vetëm një gjë. Nga ajo çast, asgjë nuk do të ishte më si më parë. Apartamenti nuk ishte i madh. 2 dhoma, një kuzhinë ngushtë dhe një banjë që dukej sikur kishte mbetur në një epokë tjetër. Dritat ishin të zbehta, mobiljet të vjetra por të pastra. Ishte një hapësirë funksionale, pa ngrohtësi të tepërt, pa shenja jete familjare. Ajo hyri brenda dhe hodhi një vështrim të shpejt përreth. Jo si dikush që po gjykon, por si dikush që po përpiqet të kuptojë nëse ky vend do t'i mjaftonte për të mbijetuar. I lash çantën e saj pranë derës. Nuk e pyeta çfarë kishte brenda. Në ato orë të vona, çdo pyetje duke e rrezikshme, si një fije që po ta tërhiqje mund të prishte gjithçka. Ajo ul në një karrige pranë dritares dhe hoqi pallton ngadalë,
si kur çdo lëvizje të kishte peshë. Heshtja mes nesh nuk ishte e sikletshme. Ishte e ngarkuar, si një marrëveshje e pashkruar që ende nuk ishte lexuar me zë të lartë. E pyeta vetëm një gjë, më shumë për të thyer ajrin se sa nga kurioziteti i vërtet. Nëse kishte ngrënë, tundi kokën lehtë, përgatita diçka të thjesht, pa ceremoni. Ajo hëngri pak, me kujdes, si dikush që nuk ishte mësuar të ndihej i sigurt në tavolina të huaja. Vetëm pas mesnatës foli sërish. Nuk më dha shpjegime të gjata. Më tha se të nesërmen duhej të paraqitej para një grupi njerëzish që e njihnin shumë mirë jetën e saj. Ose të paktën kështu mendonin. Njerëz që prisnin prej saj një realitet të caktuar, një version të rregulluar të pranueshëm. Dhe në atë realitet, ajo duhej të kishte një burr. Jo një të dashur kalimtar, jo një shoqërues, një burr me të cilin jetonte. Arsyeja pse ishte kaq urgjente nuk lidhej me romancë, lidhej me presion, me frikë, me pasoja që nuk donte t'i shpjegonte ende. Nuk e pyeta pse më zgjodhi mua. Ndoshta sepse nuk e dinte askush që më njihte. Ndoshta sepse shikimi im nuk kishte kërkuar asgjë nga ajo. Ndoshta sepse ishte lodhur nga njerëzit që donin gjithmonë diçka në këmbim. Ajo flinte në divana të natë. Unë qëndrova zgjuar për një kohë të gjatë, duke dëgjuar frymëmarrjen e saj të qetë, duke u përpjekur të bindja veten se kjo ishte vetëm një marrëveshje e përkohshme. Një situatë absurde që do të zgjaste disa ditë dhe pastaj secili do të kthehej në jetën e vet. Por që në mëngjes gjithçka nisi të ndihej ndryshe. Ajo u zgjua herët. Kishte një qetësi të kontrolluar në mënyrën si lëvizte nëpër shtëpi, sikur po mësonte përmendesh hapësirën. Veshi rrobat me kujdes, zgjodhi fjalë që do të thoshte gjatë ditës, dhe më kërkoi disa detaje të vogla për jetën time. Jo nga interes personal, por sepse duhej t'i dinte. Ku punoja? Sa kohë kisha që jetoja aty? Nëse kisha familje afër? Gjëra që duhej t'i dinte për të mos gabuar. E kuptova atëherë se ajo nuk po luante. Kjo nuk ishte një histori që mund të prishej pa pasoja. Kur dolëm bashkë nga ndërtesa, ndjeva për herë të parë peshën e rolit që kisha pranuar. Ajo ecte pranë meje me një siguri që nuk e kishte mbrëmjen e kaluar. Nuk u mbështe tek unë, nuk u kap për krahu. Thjesht ishte aty, si dikush që i përkiste jetës sime prej kohësh. Gjatë gjithë ditës, ajo u shfaq para të tjerëve si një grua që kishte gjetur stabilitet. Më prezantoi pa hezitim. Unë bëra të njëjtën gjë. Fjalët rrinin natyrshëm, gati frikshëm natyrshëm, sikur të kishin bërë prova për muaj të tërë. Vetëm në mbrëmje, kur u kthyen sërish në apartament, ajo ul në divan dhe për herë të parë duke e lodhur vërtet. Jo fizikisht, mendërisht. Mbaroi, tha shkurt, por unë e dija që nuk kishte mbaruar. Ditët që pasuan nuk ishin të lehta. Ajo nuk u largua, as nuk e përmendi largimin. Marrëveshja jonë e heshtur vazhdonte dhe sa më shumë zgjaste, aq më shumë detaje duheshin shtuar. Rrobat e saj filluan të zinin vend në dollap. Objekti i saj personal u shfaq në banjë. Aroma e saj u përzie me ajrin e shtëpisë. Njerëzit filluan të më shikonin ndryshe. Jo me kureshtje, por me një lloj miratimi të heshtur. Dhe ajo e kuptoi shpejt se sa e rëndësishme ishte kjo. Por kishte net kur e dëgjoja të zgjuar, duke lëvizur ngadalë në errësirë. Net kur heshtja mes nesh ishte më e rëndë se çdo bisedë. Ajo mbante sekrete, të thella, të rrezikshme, dhe pa e kuptuar, unë kisha nisur të isha pjesë e tyre. Pas asaj dite, bashkëjetesa jo mori formën e diçkaje që nuk ishte as improvizim, as zakon. Ishte një gjendje pezull, ku çdo veprim i vogël kishte peshë më të madhe nga sa duhej. Nuk vendosëm rregulla, sepse të dy e kuptonim se rregulla do ta bënin gjithçka më reale se sa ishim gati ta pranonim. Ajo filloi të dalë çdo mëngjes në të njëjtën orë. Vishte gjithmonë rroba të thjeshta, pa ngjyra të forta, sikur po përpiqej të mos linte gjurmë. Kthehej pas diteve, ndonjëherë herët, ndonjëherë shumë vonë. Nuk pyeta kurrë ku shkonte. Ajo nuk ofroi shpjegime. Kishte një marrëveshje të heshtur mes nesh. Sa më pak fjalë, aq më sigurt gënjeshtra. Me kalimin e ditëve, mësova gjëra për të paja bërë asnjë pyetje. Mësova se nuk i pëlqente drita e fortë në mbrëmje. Se gjithmonë mbyllte derën e banjës me qelës edhe kur ishte vetëm.
se flinte lehtë dhe zgjohej menjëherë nga çdo zhurmë e vogël. Mësova se pinte kafe vetëm një herë në ditë dhe se gjithmonë e linte filxhanin në të njëjtin vend. Ajo dinte më shumë për mua se sa unë për të. Jo sepse e pyeta, por sepse e lejoja të më shihte. Dhe kjo ishte gabimi i parë. Një mbrëmje ndërsa po përgatisja ushqimin, e pash tek qëndronte pranë derës së kuzhinës duke më vëzhguar. Jo me interes romantik, por me një vëmendje të thellë, sikur po përpiqej të më fuste në një kornizë të caktuar. Në atë moment e kuptova se ajo nuk kishte nevojë vetëm për një burr për t'ua treguar të tjerëve. Ajo kishte nevojë për një histori të besueshme. Dhe historia nuk ndërtohet vetëm me praninë fizike, por me detaje. Pak nga pak, ajo filloi të ndërhyjë në rutinën time. Jo me urdhra, por me sugjerime të vogla. Të ndryshoja rrugën që merrja për në punë. Të mos përmendja disa gjëra nga e kaluara ime kur ishim me njerëz të tjerë. Të përdorja fjalë të caktuara, të shmangia të tjera. Gjithmonë me qetësi, gjithmonë me logjik. Dhe unë e lejoja. Jo sepse më friksonte, por sepse ajo kishte një mënyrë të bindurit që nuk ishte agresive. Ishte e ftohtë, e saktë, si dikush që e di saktësisht se çfarë po bën. Një mbrëmje, ajo u kthye më herët se zakonisht. Ishte e zbetë dhe kishte një tension të padukshëm në lëvizjet e saj. Nuk foli. Hoqi pallton, u ul dhe qëndroi aty për një kohë të gjatë, duke parë dyshemen. E ndjeva që diçka kishte ndodhur. Më vonë, kur errësira kishte mbuluar gjithçka dhe zhurmat e qytetit ishin zbehur, ajo më tregoi diçka nga e shkuara e saj. Jo gjithçka, vetëm një fragment. Më tha se kishte ardhur në këtë qytet vite më parë, me një qëllim të qartë dhe me njerëz që e mbështesnin. Por mbështetja kishte pasur kushte, dhe kushtet kishin qenë më të rënda se sa ajo kishte imagjinuar. Kishte bërë zgjedhje që nuk mund t'i kthente mbrapsht. Kishte lidhje që nuk mund t'i priste pa pasoja. Grupi i njerëzve para të cilëve duhej të shfaqej me një burr nuk ishin familjar. Ishin njerëz me ndikim, njerëz që nuk i pëlqenin surprizat, njerëz që e vlerësonin stabilitetin si një garanci. Pa hyrë në detaje, më bëri të kuptoj se mungesa e një burri në jetën e saj do të kishte ngritur dyshime. Dhe dyshimet në botën e tyre ishin të rrezikshme. Në atë moment e kuptova se nuk isha thjesht një figurë dekorative. Unë isha një mburoj, por mburojat me kalimin e kohës qahen. Ditët kalonin dhe roli im bëhej gjithnjë më i rëndësishëm. Ajo filloi të më përfshinte në vendime që nuk më përkisnin. Më pyeste mendimin për gjëra që dukeshin të parëndësishme, por që për të kishin rëndësi strategjike. Çfarë të thoshte në një takim? Si të reagonte ndaj një vërejtjeje? Kur të heshte? Dhe unë fillova të ndihesha përgjegjës. Kjo ishte pika ku gjithçka filloi të rrëshiste. Sepse përgjegjësia krijon lidhje. Dhe lidhjet krijojnë varësi. Një natë u zgjova nga një zhurmë e lehtë. Ajo ishte në kuzhinë, duke folur në telefon me zë të ulët. Nuk po dëgjoja fjalët, por toni i saj ishte ndryshe. I prerë, i kontrolluar, i ftohtë në një mënyrë që nuk ja kisha dëgjuar kurrë. Kur mbylli telefonin dhe më pa, nuk u trem. Thjesht më pa gjatë, sikur po vendoste nëse duhet të më thoshte diçka apo jo. Ajo zgjodhi të heshtë, dhe atëherë kuptova se historia jon nuk po shkonte drejt një fundi të thjeshtë, po hynte në një fazë ku e vërteta dhe gënjeshtra ishin bërë të pandashme. Pas asaj nate, diçka ndryshoi mes nesh, edhe pse asnjëri nuk e pranoi me zë të lartë. Ajo u bë më e kujdesshme, por jo më e largët. Përkundrazi, prania e saj në apartament u bë më e dukshme, më e përhershme. Nuk ishte më një mysafire që po zgjaste qëndrimin. Ishte dikush që po ndërtonte rënje, qoftë edhe përkohësisht. Filloi të rregullonte gjëra të vogla, të lëvizte mobilie disa centimetra, të zëvendësonte llambën e zbetë me një dritë më të butë, të blinte perde të reja, pa më pyetur. Nuk ishte pushtim, ishte përshtatje. Sikur po përpiqej ta bënte hapësirën sa më të besueshme për syrin e të tjerëve, por edhe për veten. Unë e vëzhgoja nga distanca, duke u përpjekur të kuptoja se në çfarë po më fuste pa e kuptuar. Në fillim më dukej se po më përdorte dhe kjo më jepte një farë qetësie. Të përdorësh dik është më e thjeshtë se sa të kesh nevojë për të, por me kalimin e ditëve u bë gjithnjë më e vështirë të dalloja kufirin mes përdorimit dhe mbështetjes.
Një pasdite, ajo nuk u kthye në orarin e zakonshëm. U errësua dhe telefoni i saj nuk përgjigjej. Nuk ishte frika ajo që ndjeva fillimisht, por diçka më e ftohtë. Një ndjesi se diçka kishte dalë jashtë kontrolli. U ula në kuzhinë dhe prita, duke i dëgjuar zhurmat e ndërtesës, hapat e njerëzve që ngjiteshin e zbrisnin shkallë. Kur u kthye, ishte dukshëm e trazuar. Nuk kishte shenja dhune, asgjë të dukshme, por fytyra e saj kishte humbur atë qetësinë e kontrolluar që e karakterizonte. Mbylli derën me kujdes të tepruar dhe qëndroi për një moment aty, me shpinë nga unë. Më tha se dikush kishte bërë pyetje. Pyetje për mua. Kjo ishte hera e parë që e kuptova se roli im nuk ishte më vetëm mbrojtje për të. Tani isha edhe objekt verifikimi. Dikush, diku, po përpiqej të kuptonte nëse historia jon qëndronte. Ajo nuk u përpoq ta zbukuronte situatën. Më tha se njerëzit që e kishin ndihmuar në fillim, tani po kërkonin siguri të plot. Dhe siguria, për ta, do të thoshte kontroll. Nëse unë nuk përputhesha me atë që ata prisnin, do të bëhesha problem. Dhe problemet në botën e tyre nuk zgjidheshin me biseda. Në ato momente, për herë të parë, mendova seriozisht të largohesha. Jo nga ajo, por nga kjo histori. Por ishte vonë. Largimi im do të ngrinte më shumë dyshime se sa prania ime. Ajo më kërkoi diçka atë mbrëmje. Jo me lutje, por me një qartësi të ftohtë. Më kërkoi të isha më i dukshëm. Të dilnim më shpesh bashk. Të na shihnin. Të na fotografonin, qoftë edhe rastësisht. Të ndërtonin prova të jetës son të përbashkët. Dhe unë pranova. Kjo ishte pika e dytë e pakthyeshme. Filluam të shfaqeshim në vende ku zakonisht nuk shkoja. Restorante të qeta, ngjarje të vogla shoqërore, ambiente ku njerëzit shikonin dhe mbanin mend. Ajo dinte si të sillej. Dinte si të fliste, kur të buzëqeshte, kur të heshte. Unë isha thjesht figura konstante pranë saj. Por sa më shumë luanim këtë rol, aq më e vështirë bëhej ta ndaja nga realiteti. Fillova të ndihesha i përfshirë emocionalisht. Edhe pse nuk kishte pasur asnjë moment romantik të zakonshëm mes nesh. Nuk kishte prekje të panevojshme, as fjalë të tepërta. Ishte diçka më e thellë dhe më e rrezikshme, bashkëpunim në presion. Një mbrëmje, ndërsa po ktheheshim në shtëpi, ajo ndaloi pa pritur në mes të rrugës. Qyteti ishte pothuajse bosh dhe dritat e rrugës krijonin hije të gjata. Më tha se dikush nga e shkuara e saj ishte në qytet. Dikush që njihte përpara se ajo të ndërtonte këtë version të ri të jetës së saj. Dikush që mund ta shkatëronte gjithçka me një fjalë të vetme. Emrin nuk ma tha. Nuk kishte nevojë. Frika në zërin e saj ishte e mjaftueshme. Ajo më pa drejte në sy dhe për herë të parë nuk pash kontroll. Pash pasiguri. Një pasiguri që nuk mund të fshihej as me gënjeshtra, as me plane. Në atë moment e kuptova se lidhja jon nuk ishte më thjesht një marrëveshje e rrezikshme. Ishte një nyje. Dhe sa më shumë përpiqesha ta zgjidhja, aq më fort shtrëngohej. Që nga ajo mbrëmje ndjeva sikur apartamenti ynë ishte të kurrur. Jo fizikisht, por në kuptimin që çdo hap, çdo zhurmë, çdo frymëmarrje dukej se kishte më shumë rëndësi. Muret nuk ishin më thjesht mure, ishin dëshmitar. Dhe unë fillova ta kuptoj se jeta që po luanin përpara të tjerëve kishte nisur të më përpinte edhe mua nga brenda. Ajo u bë më e heshtur ditët që pasuan. Lëvizte me kujdes, si dikush që e di se po vëzhgohet, edhe kur nuk ka askënd rreth e rrotull. Telefoni i saj nuk ndahej kurrë nga dora, por rrallë fliste. Kur fliste, zëri i saj ishte gjithmonë i njëjtë. I kontrolluar pa nuanca emocionale. Unë fillova të vëre gjëra që më kishin shpëtuar më parë. Se si ndëronte rrugë pa arsye të dukshme. Se si ndalonte për një moment para se të hynte në ndërtesë, duke vëzhguar reflektimin e xhamave. Se si nuk përmente kur emra nga e shkuara, vetëm role dhe situata. Një pasdite, ndërsa ishim ulur në dhomën e ndenjes pa bërë asgjë të veçantë, ajo më tregoi një copës tjetër të historisë së saj. Jo si rrëfim emocional, por si një raport i shkurtër. Më tha se kishte qenë pjesë e një rrethi njerëzish që nuk funksiononte sipas rregullave të zakonshme. Njerëz që ndërtonin ndikim, jo me zë të lartë, por me marrëveshje të padukshme. Ajo kishte qenë e dobishme për ta për një kohë. Shumë e dobishme, por dobia, si çdo gjë tjetër, kishte afat.
Kur kishte filluar të largohej, ata nuk e kishin dalur me njëherë. E kishin lënë të mendonte se ishte e lirë. Dhe kjo ishte forma më e rrezikshme e kontrollit, sepse të jepte iluzionin e zgjedhjes. Tani dikush nga ajo botë ishte rikthyer. Jo për ta marrë mbrapsht, por për të parë nëse ajo ende ishte e lidhur me ta në ndonjë mënyrë. Dhe unë, pa e kuptuar, isha bërë pjesë e këtij vlerësimi. Fillova të ndihesha i ekspozuar. Jo sepse kisha bërë diçka gabim, por sepse nuk dija asgjë për rregullat e lojës ku kisha hyrë. Dhe rregullat që nuk i njeh janë gjithmonë ato që të dëmtojnë më shumë. Një mbrëmje, ajo më kërkoi të dilnim për një shëtitje të gjatë. Nuk ishte kërkesë romantike. Ishte nevojë për lëvizje. Qyteti ishte i qetë, ajri i ftohtë dhe i rëndë. Ecëm për një kohë të gjatë pa folur. Më në fund, ajo më tha se personi nga e shkuara do të përpiqej të na takonte rastësisht. Jo drejt për drejt. Do të ishte një rastësi. Dhe unë duhej të isha i përgatitur. Nuk më dha udhëzime të detajuara. Vetëm më tha të sillesha siç isha sjell gjithmonë. Sepse çdo përpjekje për të luajtur një rol të ri do të dukej e rreme. Ironia ishte se tani, pas gjithë këtyre ditëve, roli i Mirem ishte bërë versioni më i vërtet i vetes sime në sytë të tjerëve. Takimi ndodhi disa ditë më vonë, në një ambient publik të zakonshëm. Nuk kishte dramë të dukshme. Vetëm një shikim i gjatë nga ana e dikujt që e njihte shumë mirë atë grua për krah meje. Një shikim që zgjati pak më shumë se ç'duhej dhe që mjaftoi për të më bërë të kuptoj se po peshohesha. Ajo nuk reagoi. Asnjë shenjë, asnjë ndryshim në qëndrim. Dhe kjo më trembi më shumë se sa çdo reagim i hapur. Pas asaj dite, presioni u bë më i fortë. Jo me kërcënime të drejtpërdrejta, por me prani. Me njerëz që shfaqeshin në vendet ku shkonim. Me pyetje të pafajshme nga njerëz që nuk i kishim takuar kurrë më parë. Me situata që dukeshin rastësore, por nuk ishin. Fillova të ndjeja një lodhje të thellë. Një lodhje që nuk vinte nga frika, por nga nevoja për të qenë gjithmonë i kujdesshëm, për të mos gabuar, për të mos harruar asnjë detaj të historisë sonë. Ajo e kuptoi. Një natë më tha se nuk ishte dashur kurrë të më përfshinte kaq thellë, por mënyra si e tha nuk kërkonte falje. Ishte një konstatim, një e vërtetë e ftohtë, dhe pastaj shtoi diçka që ndryshoi gjithçka për mua. Nëse kjo histori do të dështonte, pasojat nuk do të ishin vetëm për të. Në atë moment e kuptova se nuk isha më një zgjedhje për të. Isha një domosdoshmëri. Përballja nuk erdhi me britma apo kërcënime të hapura. Erdhi në formën më të rrezikshme, një qetësi absolute, një ftesë për kafe në një vend të zakonshëm, ku askush nuk do të kthente kokën për të parë dy burra dhe një grua ulur rreth një tavoline të vogël. Ajo më tha paraprakisht se nuk kishte asnjë mënyrë për ta shmangur, që refuzimi do të ishte po aq i dyshimt sa pranimi, që kjo ishte pika ku historia jon do të testohej përfundimisht. Personi që ul përballë nesh nuk duke i rrezikshëm, as i fuqishëm, duke i zakonshëm ndoshta qëllimisht. Kishte atë lloj pranie që nuk përpiqet të dominoj hapësirën, sepse e di që nuk ka nevojë. Foli pak, pyeti pak, por çdo fjalë e tij kishte një peshë që ndihej edhe në heshtje. Ai nuk u interesua vërtet për mua, jo në kuptimin njerëzor, u interesua për koherencën time, për mënyrën si flisja, si e shikoja atë, si e ndërprisja apo nuk e ndërprisja, për detajet e vogla që nuk më kishin shkuar kurrë në mendje, por që për të ishin sinjale. Ajo qëndroi e qetë gjatë gjithë kohës, më qetë se sa e kisha parë ndonjëherë, dhe aty e kuptova. Ajo nuk po luante për të shpëtuar veten. Ajo po mbyllte një rreth. Pas asaj takimi nuk foli për disa ditë. Jo sepse nuk donte, por sepse nuk kishte më çfarë të thoshte. Historia e saj kishte ardhur në pikën ku fjalët nuk ndryshonin më asgjë. Më në fund një mbrëmje ndërsa dritat e qytetit hynin zbet nga dritarja. Ajo më tregoi gjithçka, jo si rrëfim dramatik, por si një e vërtet e thjesht që kishte mbajtur mbi supe për vite. Ajo nuk kishte qenë thjesht pjesë e atij rrethi, kishte qenë nyje lidhëse. Dikush që dinte shumë. Dikush që kishte parë marrëveshje, emra, lëvizje që nuk duhej t'i dinte. Kur kishte tentuar të largohej, ata nuk e kishin ndaluar, sepse e dinin që largimi i saj ishte i përkohshëm.
Njerëz si ajo nuk largohen kur plotësisht, jo pa lënë diçka pas. Burri në jetën e saj nuk ishte thjesht mbulesë shoqërore. Ishte garanci, një sinjal që ajo kishte zgjedhur stabilitetin, jetën private, harresën, një mënyrë për të bërë e padukshme në sytë e tyre. Dhe unë kisha qenë pjesa më bindëse e asaj historie. E pyeta pse nuk kishte zgjedhur dik tjetër. Dik që dinte rregullat, dik nga bota e saj. Më tha se pikërisht për këtë arsye, sepse ata do të kishin parë gënjeshtrën, ndërsa unë pa e ditur e kisha bërë të vërtet. Pas disa ditësh, ajo më tha se do të largohej, jo sepse gjithçka kishte përfunduar, por sepse tani historia jon kishte bërë punën e saj. Prania ime kishte qenë mjaftueshme për t'i bindur se ajo nuk ishte më e dobishme, as e rrezikshme. Vetëm një grua që kishte zgjedhur një jetë tjetër. Ajo u largua pa ceremoni, pa premtime, pa ndonjë ide se çfarë do të ndodhte më pas. Çanta e saj nuk ishte më pranë derës. Aroma e saj u zhduk gradualisht nga shtëpia. Apartamenti u kthye në atë që kishte qenë më parë. Një hapësirë e rregulluar e heshtur bosh. Ditët kaluan, pastaj javët. Askush nuk më kërkoi, askush nuk bëri pyetje. Jeta ime në sipërfaqe u kthye në normalitet, por diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. E kuptova se për një periudhë të shkurtër kisha qenë pjesë e diçkaje që nuk më përkiste, por që më kishte shënuar. Kisha jetuar një jetë ndërtuar mbi një gënjeshtër që, për ironi, kishte qenë më vërtet se gjithçka tjetër që kisha pasur më parë. Her pas here, kur ec nëpër qytet, më duket sikur e shoh në ndonjë reflektim xhami ose në turmën e njerëzve. Por nuk jam i sigurt nëse është ajo apo thjesht kujtimi i saj. Ajo më kishte thënë se i duhej një burr deri nesër. Dhe unë i kisha dhënë shumë më tepër se sa një afat të shkurtër. I kisha dhënë një dalje. Dhe ndoshta, pa e kuptuar, ajo më kishte dhënë një histori që do ta mbaja me vete gjithë jetën.